Veten, e duan veten te mase në këtë gjë. Dhe ti ma ke përdorur ashtu si desha ti ta përdorë dhe si të leverdisi ty. Unë dëgjoj këtu. Ti e more si fjalë nga dikush tjetër që e kishte parë nga jashtë. Ti e more si fjalë nga Indriti që e kishte marrë nga jashtë të gjë dhe e solli në këtë shtëpi. Indriti e ka bërë këtë fjalë në këtë shtëpi se ma ka thënë mua. Ka ardhi parë ma ka thënë mua dhe e ka dëgjuar nga jashtë. Ishi ti e solli shumë herët. Unë shumë herët kur ishe me Xhesti. Edhe një herë, edhe një herë. Atëherë thoshte tu akoma kam ishin mua. Dhe ti thoje që lutem kujtoni ishin tu. Jo. Unë jam shpreh në një bisedë. Unë jam shpreh dhe mos e hap këtë temë se nuk duhet, përmendet Mai. Por unë jam shpreh me Livian, një natë dhe i kam thënë, më vjen veç i natë në diçka, se ma kujton në diçka. Ke thënë ke kuzhina përballë meje? Aty ishte mbasi, kjo ishte diskutuar në shtëpi që më përmendej dhe më përdorej në aspektin që donin ato ta përdorin. Pra që unë kisha ndjenja, s'kam ndjenja unë, pra si njeri që kam 2 vite që nuk e shoh me sy. Kanë mbaruar ndjenjat, mirënjohje, respekt natë mirë vllai punën tënde. Kaq, ju ma përdorni, duke dashur më bëni pis që unë kam akoma ndjenja për të. Ato fjalë ma përdorni. Nuk dëgjoj. Ato fjalë tjetër përballë meje. Dhe ti e more dhe e përdori si deshe ti. Ta kthema përgjigjen po aty prap. Si e përdora? Sepse ma hape ti si temë që ta kam thënë. Sepse e kishe marrë si fjalë nga njerëz të tjerë në këtë shtëpi, e ka sjellë Indriti atë fjalë në këtë shtëpi. Unë atë gjë